e bujnë shumë me kujdes, se thuj na nuk po jetojmë aty, na nuk e dim çka është për juve mirë atje dhe çka nuk është. Por, natyrisht, kiti pak indikacione se si po shkojnë punë. Për shembull, për shqiptarët e Gjermanisë, për shqiptarët e Austrisë, Zvicrës, është shumë e rëndësishme në qoftë se ambasada gjermane e përkrah atë subjekt politik, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Në zgjedhjet e kalume, e kam fjalën jo të nëntë shkurtit, po 2021, ambasada gjermane ka dhënë indikacione që e përkrah dhe vendosin edhe ndryshimin. Ka pas një përkraje jashtëzakonisht madhe të gjermanëve, edhe krejt Burgata ka qenë domethënë me qatë është frymzu prej asaj. Në këtë rast, unë mendoj që nuk ka me pas kësaj here përkrajen, edhe nuk e ka. Prej diaspora nuk ka me votu që shka votu herën e kalume, njerëz po shkojnë edhe gjitha këto analiza ose kolekt, ose edhe njerëz tjerë të rëndëm, shqiptarët po nisën prej asaj se e kanë votu gjithmonë shumë, do ta votojnë përsëri. Ka me pas rënje drastike. Diaspora do me jetu qysh jetojnë ata në Gjermani me pru frymën e tillë këtu. Edhe prej anës çështjes ekonomike, edhe prej çështjes politike. Nuk mund është vetë me jetu me një shtet demokratik ku mbizotron ligji, edhe ligji është mbi të gjithë, ku jetoj me një shtet ku vetë kryeministri kur të thret prokuroria nuk shkon. Nuk ka, domethënë këto gjëra që kanë ndodhur në Kosovë janë shpërputhje, a? Ka shpërputhje komplet. Domethënë kur dëgjoni se në Gjermani edhe ju të gjithë e dini, nuk po du me u referu jo mrit atje, por ju e dini gjithmonë që kur shkoni atje, nëse 20 orë ki me qenë ma shumë, dënimi ka me qenë shumë i madh. Se lemo ti me buni delikt matron e mos më përgjigj shtetit. Domethënë është e paakceptueshme. Nëse ata e dojnë të mirën e Kosovës, unë menoj vetëm që duhet me i pa rezultatet. As më dëgju mu, as kon tjetër, mirë po me pa. Me këne kemi na mirë, për neve është primare në rrafshin e jashtëm kushtrim me pas marrëdhënie të mira me Bashkimin Evropian edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe NATO. Kjo është A edhe O për neve, nuk ka tjetër gjë. Ne kur jemi në sanksionën tonë, këta po thonë i sanksion për neve kemi zbatu këto. Amerikanë që ashtu na kanë suspendu planit